djali i shefit të armatës serbe dhe Kec, përfituesit kryesor nga faturat e energjisë në Kosovë. Skandali i tregtisë së energjisë në Kosovë po merr një kthes të re. Sipas opozitës, dominimi i kompanisë Energy Financing Team, që lidhet me biznesmenin serb Vuk Hamović dhe djalin e tij, Miloš Hamović, po ndikon drejt për drejt në zinxhirin e furnizimit me energji në vend. Energy Financing Team, e njohur si një nga tregtarët më të mëdhenj rajonal, dyshohet se ka përfituar nga shitjet dhe transaksionet e energjisë që më pas reflektohen te faturat e qytetarëve në Kosovë. Këto përfitime, sipas akuzave politike, nuk ndalen vetëm te Hamovići. Në këtë zinxhir tregtar thuhet se hajrin e këtyre marrëveshjeve e shohin edhe Kec dhe Kesko, kompanitë që furnizojnë dhe shpërndajnë energjinë në Kosovë, të cilat, duke u arsyetuar me importet e shtrenjta, i kanë rritur faturat e energjisë deri në 130% gjatë 3 viteve të fundit. Në realitet, kjo rritje ka rënë mbi shpatullat e qytetarëve, të cilët edhe ashtu mezi ja dalin nga muaj në muaj me pagat aktuale. Dhe tani, ndërsa Kosova po futet në sezonin e dimrit, pritet që situata të bëhet edhe më e vështirë, sepse çështja e furnizimit, tregtisë dhe faturimit të energjisë po shihet si një bombë e heshtur ekonomike. Opozita kërkon transparencë të plotë. Kush po përfiton, me çfarë çmimi po blihet energjia dhe pse kostoja përfundimtare po bie mbi qytetarin. Në pritje të përgjigjeve, pyetja që po ngrihet sot është e qartë. Kush e ka në dorë energjinë e Kosovës dhe kush po paguan çmimin?